Ura e Kurthemi Folit ka rënë tashmë pre dëmtimeve të shumta. Banorët e njësisë administrative Novosel thonë se për shkak të dëmtimeve, si rrjedhoi vjetërsisë dhe kushteve atmosferike, ajo rrezikon shembjen. Sipas banorëve, më problematike janë çarjet, dëmtimet që ka pësuar tek këmbëmbajtëse dhe në bazament, duke bërë që ata të kenë frikë sa herë që kalojnë në këtë urë. Banorët tregojnë se pavarësisht dëmtimeve, ajo frekuentohet tepër, duke kaluar aty edhe automjetet e tonazheve të ndryshme, çka kanë bërë që rreziku që ajo të shembet të rritet edhe më tepër. Ajo është propozuar që të jetë një monument kulture për vlerat historike që mbart për zonën, por pavarësisht rëndësisë që ka, asnjë projekt nuk është realizuar sipas banorëve për rehabilitimin total të saj, rehabilitimin e një objekti që banorët thonë se lidhet me historinë e disa fshatrave, por edhe zhvillimin social të tyre. Gjendja duhet të ishte më mirë se u bë paracakosh që do lyesh, do shtrohesh një gjë antike, një çatë më 100 ca vjeçare. Ishte një gjë lezetshme. Ndërkohë, gjendja sot në për dëshiruar. Gjendja sot është mos kalashme. Çfarë përfaqëson për ju kjo urë? Në kulturë, në qenë sa vjeçare llogaritë. Ndërkohë edhe e frekuentoni për të lëvizur. Pa. Lidh dy zonë. Lidh dy zonë qopë, jo, lidh shumë kjo, po mëshirë të fatit. Kjo urë, atë duhet ishte e shkruar si muze. Atë, po tani këta, ajo bën që në 36-ën më duken që është bërë, edhe në 24-ën e bombarduan këta, një ande një këte dhe ngeli kjo. Atë, tani, ja si që shikoni dhe vetë, atë, more ta ashu një qik ta, të hidhin një qik ashu. Asfalt, qakull, asfalt, edhe ishte mirë, edhe mbrosh, edhe qyshe tek pale, pasaj për të bërë me bojra, me ashu, shma me të veshin. Është një monument kulture, tregon historinë e zonës. Bravo, është. Është histori, kulture. Po ja është këshu, copa si drejki, për shumë s'kalon dot, pa këshu nuk kemi shumë ashu. Tjetra, atë që i bëj thirrje në përmjet jush, edhe qeveris, edhe ajo tjetra aty, i kanë lënë me këte, me atë, po kanë ardhur trarë të mëdhenj, do më thënë saj plepi atije, atë, edhe e zë për para, e këput kemë nëj pasaj pesha, forca e ujtë që ikën, edhe, duhet shumë kujdes, te këto s'kanë vend dorë fare. Duket, do mirë mbajtur. Ma përshkruaj pak qendjen, është e vështirë. Është e vështirë që. Që do mbajtur se është edhe e vjetër, do mirë mbajtur. Sa ndërkohë është një monument kulture, përfaqëson një histori të zonës apo? Po. Ura mi folit, ka përsaktimin e emrit, kjo quhet. Kur ke lindur ti për shkak, kështu e ke parë? Jo, ka qenë ndryshe. Sa më shumë vite, aq më shumë degradon. Është amortizuar gjithmonë, do një mirë mbajtje, do mbajtur. Ju njëkohësisht edhe lëvizni, e frekuentoni, pavarësisht se është një urë tjetër. Me kem, këtu s'lejohet me mjete, se është jashtë standardit. Ama kalojnë dhe mjete. Mjete kalojnë gabimisht. Po ndodhin një tragjedi, s'ma një përgjithësi. Ora është lartë. Ande është sistemi qarkullim, nuk është tu. Po jeni dhe pra frikësuar kur kalon. Është shumë e frikshme jo, ajo mund ndodhi. Se me këmbë zë poshtë të riparur është. Ke prak frikë kur ecën? Unë s'jam fut me mjetë, unë përdor mjetin, po nuk futem, nuk jam futur asnjëherë këtu. Kalojmë gjithmonë në rrugë. Pre të bëhen investime? Po me shpresa tani s'dihet. Me shpresat. Ura e Kurthemi Folit ndodhet në rrjedhën e poshtme të lumit Vjos. Kjo urë përfundoi së ndërtuari në vitin 1932 dhe funksionoi si ura e vetme për lidhjen e njësisë administrative Novosel me fshatrat e Fierit. Pas ndërtimit të urës së re të Mifolit në vitin 1982, ura e vjetër, siç njihet ndryshe, ruhet si një relike e kohës, teksa për vlerat historike dhe estetike, kjo urë është propozuar të shpallet edhe monument kulture.